Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim, ne do të hapim të transmetim me një zhvillim të minutave të fundit. Ka ndodhur një plagosje me armë zjarri në qytetin e Durrësit, një ngjarje shënuar vetëm pak minuta më parë, ndërkohë burime nga policia thonë për ABC News se një 33 vjeçar është plagosur në këmbë me armë zjarri i riu, ndërkohë ka mbritur në ambientet e urgjencës së spitalit të Durrësit. Ka ende paqartësi për motivet e kësaj ngjarje, do të lidhem për më tepër detaje me kolegun Leonida Musa. Leonidat, përshëndes, një tjetër ngjarje, plagosje me armë zjarri ka tronditur Durrësin, bëhet fjalë për një 33 vjeçar, si është fillimisht gjendja e tij shëndetësore, është apo jo jashtë rrezikut për jetën dhe çfarë dim, edhe pse është një ngjarje minutave të fundit, për gjithë çfarë ka ndodhur? Abi, të përshëndes, në fakt, si kundër thatë edhe juve, bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur vetëm disa minuta më parë në qytetin e Durrësit, ku një 33 vjeçar është paraqitur në ambientet e urgjencës së spitalit rajonal të Durrësit, i plagosur me armë zjarri në këmbën e tij të djathtë, tashmë ndodhet në duart e bluzave të bardha, nga ku na bëhet me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën pas ndërhyrjes kirurgjikale. Në ambientet e spitalit tashmë ndodhen dhe efektiv të policisë së Durrësit, por edhe hetues të krimeve të rënda, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, por sipas burimeve nga grupi i hetimit, cilat thonë për ABC News se 33 vjeçari nuk pranon të tregojë se me kë ka patur konflikt apo edhe ku ka qenë vendi i ngjarjes. Sipas informacioneve që na vijnë nga Blut e Durrësit, kemi mësuar se ai është transportuar nga gjykata e shkallës parë këtu në qytetin e Durrësit në drejtim të urgjencës së spitalit rajonal, vetëm ka i dihet për momenti, pasi si kundër e thash edhe pak më parë, ai nuk do që të bashkëpunoj me efektivët e policisë as me agjentët e krimeve të rënda, të cilët tashmë në një fazë të dytë, pasi ai të ketë mbaruar punë me bluzat e bardha, do të kenë një komunikim të dytë me 33 vjeçarin, i cili duhet të tregojë fillimisht përpara policisë me kë ka patur konflikt, cilët janë personat me të cilët ka patur ai konflikti, por edhe vendin e ngjarjes në të cilin ka ndodhur ajo. Pasi, siç e tham edhe pak më parë hapi, është një ngjarje e minutave të fundit, policia nuk ka arritur që t'i marrë një dëshmi të plotë, le të themi 33 vjeçarit, pasi ai është dërguar në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit, fillimisht është marrë në patronazh nga ana e bluzave të bardha, të cilat kanë punuar deri disa minuta më parë për të kryer ndërhyrjen kirurgjikale, por edhe për të mbajtur të stabilizuar gjendjen shëndetësore të tij. Në një fazë të dytë tashmë do të jenë grupi hetimor, i cili me anë të agentëve të vet do ta zbërthejë 33 vjeçarin për të mësuar se kush janë personat dhe ku është vendi i ngjarjes në të cilën ju plagos. Leonida Musa, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë të këtij zhvillimi minutave të fundit në Durrës. Ne ndërkohë do duhet kujtojmë publikun se jemi në pritje edhe të një vendimi të gjykatës kushtetuese për atë se çfarë ndodhi me gjithë procesin dhe kërkesën e Erion Veliaj. Është kolegja Arneta Shevroja, e cila ndodhet në brendësi të këtij ambienti, dhe në momentin e parë që ajo do të ketë një informacion lidhur me vendimin, do të vihet në kontakt dhe në këtë komunikim drejt për drejt edhe me Ballkan Update. Do të flasim tani për çfarë ka ndodhur në rajon. Një nga zhvillimet kryesore është mbyllja edhe raundit 2 të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Duket se atje vlen ka forcuar pozitat, po sa vlen sot shqiptarët. Jemi me këtë material, vetëm pas pak do të flasim gjërësisht. Dy raundet e zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut përfunduan të dielën e 2 nëntorit. Për ato lanë pas një ndarje të thellë mes partive shqiptare që morën pjesë në gardë, koalicionit Vlen, pjesë e qeverisë drejtuar nga Hristian Mickoski dhe Aleancës Kombëtare për Integrim. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pranoi humbjen, theksoi nevojën për reforma, ndërsa shtoi se ndarja e shqiptarëve do të ketë pasoja për vendin dhe integrimin e tij. Rezultatet për disa komuna nuk janë pasqyrë e vullnetit real të qytetarëve, por pasoj e koalicioneve jo parimore dhe marrëveshjeve të përkohshme që në thelb kanë shkelur frymën e garës demokratike. Këto bashkime artificiale mund të na sjellin fitore afaqshkurtra në letër, por do të kenë pasoja serioze për progresin
dhe arritjet e deri tanishme në nivel lokal, por sidomos në nivel kombëtar. Vlen arriti të merrte edhe Tetovën, që tashmë do të drejtohet nga Bilal Kasami në një mandat të dytë përballë rivalit të tij Bajram Rexhepi. Kasami e ka quajtur këtë rezultat historik dhe si një dëshmi se ky koalicion është në rrugën e duhur. Mesnata Tetovën e gjeti në fest, atje ku u bashkua dhe Izet Mexhiti, fituesi tjetër i komunës së Çajirit, si një dëshmi force. I lumtur për fitoren edhe në nivel lokal, u shfaq edhe kryeministri Mickoski, i cili e shpalos rezultatin nga komuna e Korçovës, e para komunë me shumicë shqiptare që merret nga një parti maqedonase, kjo edhe për shkak të bashkëpunimit mes Vlen dhe VMRO DPMNE-s. Kjo parti rikonfirmoi përsinë e saj duke siguruar fitore në mbi 50 komuna, përfshirë edhe kryeqytetin e Shkupit me fitoren e thellë të Orçek Gjeorgjevski apo edhe marrjen e Strugës. Vlen merr në total 9 komuna, LSDM del force 3, AKI 4 komuna në të dyja raundet, ndërsa Lëvizja Znam dhe Unioni Rom nga një komunë secili. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në nivel kombëtar ishte mbi 41.76%. Raundi i parë i zgjedhjeve u mbajt në 19 tetor. Në Maqedoninë e Veriut garuan gjithsej 309 kandidat për 81 postet kryetarëve të komunave, duke kthyer një faqe tjetër në historinë politike të vendit, me më shumë pushtet për Mickoskin, rritjet koalicionit Vlen dhe një humbje të thellë për partitë shqiptare të mbledhura në koalicionin Alanca Kombëtare për Integrim. Tani mbetet shihet si do të përfaqësohen shqiptarët në nivel lokal, si do të ndikojë kjo në zërin e shqiptarëve në qeverinë qendrore dhe cila do të jetë rruga që do të marrë Shkupi zyrtar mes lindjes dhe perëndimit. Do të shohim tani rezultatin që prodhuan zgjedhjet Maqedoninë e Veriut nga një këndvështrim ndryshe, nga këndvështrimi një politikani që mori pjesë në garë si kandidati i pavarur pikërisht për komunën e Gostivarit. Kam kënaqësi të ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë zotin Visar Ademi. Shumë faleminderit për kohën, zoti Ademi, mirë se erdhët për herë të parë në Ballkan Update. Më lejoni fillimisht ta nis me një pyetje personale. Si shkoi për ju, si ishte kjo eksperiencë në këtë garë si kandidat i pavarur? Faleminderit edhe një për ftesën. Pak media kanë interes për kandidat pavarur, por në qoftë se do e rishikoj procesin as një lloj, domethënë qevmbajtje apo do i ndryshim mendimi, po të vendim do kisha marrë edhe sot që t'jap një lloj alternative të tretë qytetarëve të Gostivarit, nëse sa i përket rezultatit ose outcome-it të kësaj gare, jam goxha i dëshpëruar sepse nuk arrita të jap një lloj alternative qytetarëve të Gostivarit. Në një situatë kur dualizmi etnik ekziston akoma në Maqedoni dhe pas 30 viteve demokraci ndërmjet shqiptarëve të Maqedoni dhe maqedonasve, temat komunale, ujësjellsi, kanalizimet, rrugët humbën peshën e vetë, dhe e dyta, menda këtij dualizmi ka një dualizëm të tjetër ndërmjet shqiptarëve, menda kampusi shqiptar, domethënë Vlen dhe Aleanca Kombëtare për Integrim, e cila tregon se cila është forca më e madhe e cila mbron shqiptarët. Edhe 35 vjet pas demokracisë dhe pas 35 vjet pas ndërhyrjeve në kushtetutë për përmirësimin e jetës shqiptare, akoma zgjedhjet komunale vazhdojnë të kenë retorikë nacionaliste, kombëtare kështu me radhë, dhe shumë pak ofertë për përmirësimin e cilësisë të jetës së qytetarëve në nivel lokal. Për fatin e keq, nuk arrita të çaj këtë lloj tematike apo këtë lloj dualizmi edhe etnik edhe menda kampusit shqiptar, dhe për një fakt tjetër e cila penalizon shumë ato që janë të pavarur, sepse sipas kodit zgjedhor vetëm 1% e etrit televiziv apo reklamave televizive u takojnë personave pavarur apo edhe partive jashtë parlamentare. Kështu që unë të gjithë ofertën time e shpalosa në komunikim drejt për drejt me votuesin, apo edhe duke përdorur rrjetet sociale siç është Facebook edhe Twitter e kështu me radhë. Ti je kandidati pavarur, është sigurisht një sfidë, sidomos në këtë situatë ku ju e nënvizuat që zgjedhjet lokale në vend që të kishin si kryefjalë atë se çfarë ofronin kryetarët, kandidatët për kryetarë komunash drejt për drejt tek shërbimet e qytetarëve, patën edhe një retorikë të fortë nacionaliste mes tyre edhe kur vjen fjala tek shqiptarët përballë shqiptarëve. Sigurisht gara juaj ka qenë e përqendruar në Gostivar, atje ku zgjedhjet do të përsëriten në fakt, por besoj e keni
keni bërë një vëzhgim edhe të asaj se çfarë ka ndodhur apo rezultatit që kanë prodhuar këto zgjedhje. VMRO DPMN-ja e ka ngjyrosur me ngjyrën e saj pothuajse pjesën më të madhe të Maqedonisë së Veriut në pushtetin lokal, nga krau tjetër bien sy që komunat tradicionalisht shqiptare nuk janë më në duart e shqiptarëve, siç është rasti i Kërçovës apo edhe rasti i Strugës, dhe nga krau tjetër kemi një ripozicionim të vlen përballë Aleancës Kombëtare për Integrim që ka zbritur më poshtë. Si e keni lexuar ju gjithë të konfigurim të rezultatet? Mi shumë bukur e thatë, në fakt, si që do të rëndom në Balkan, ato që fitojnë zgjedhjet parlamentare, pastaj e marrin edhe zgjedhjet lokale. The winner takes it all, të ne themi, edhe në qoftë se ke një lloj konfiguracioni nacionale dhe pastaj kjo reflektohet në nivel lokal. Për fatin keq tonin, edhe kjo ndodhi në Maqedoni, dhe me thënë dominimi i madh i VMRO-s në nivel nacional reflektoi edhe në nivel lokal. Por ajo që bën fakt e çuditshme është që vetëm 8 vite pas listave të zeza të pushtetarëve të VMRO-s në për listat e Bashkimit Evropian për mos futje në EU të politikanëve të kriminalizuar apo vendimazëve kryesor apo edhe listat persona non grata të SBA-ve ose ambasadës amerikane, VMRO-ja vazhdoi në një cikël shumë të hershëm, 8 vite vetëm pas këtyre ndodhive që ta dominoj skenën politike në Maqedoni. Dhe fenomeni i dytë është që BDI-ja pas 24 viteve pushtet, edhe në nivel lokal dhe në nivel nacional, për herë të parë do duhet kënaqet me shumë pak komuna, të cilat janë parëndësishme për kuptimin e shqiptare, po edhe për vendimarrjen që kanë pesh politike këto lloj komuna. Ngelet për të thënë që komunat siç është Gostivari, për shembull ku garoja unë, nuk kemi census, edhe një komunë rurale, Vrapçishti, do duhet ripërsëriten sepse atje nuk ka më banor, nuk ka njerëz, edhe ky lloj pushteti i cili është pak a shumë bardhëzi, të cilën ne kemi menduar të fusim pak ngjyra me ofertat tona, ka bërë që shqiptarët të imigrojnë drejt Bashkimit Evropian, drejt SBA-ve kështu me radhë, edhe mos arrihet censusi, po edhe një lloj mos interesimi për atë që quhet zgjedhje lokale në Maqedoni. Këto dy fenomene në fakt doja t'i theksoja unë, domethënë VMRO-ja rikthimi i VMRO-s në derë të madhe të hapur triumfaliste, vetëm 8 vite pas edhe një herë pas të gjitha ambasadat e huaja i shpallën si organizatë terroriste themi, ose udhëheqësit e tyre në fakt u treguan derën që mos futen në BE apo në SBA, dhe rënja e BDI-s e një BDI e cila ka dominuar tërësisht dhe skajshmërisht skenën politike dhe administrative të shqiptarëve në Maqedoni. Edhe një pyetje të fundit kam, zoti Ademi, se sigurisht to ishin zgjedhje lokale, po janë një lloj shpërfaqe e pushtetit që kanë sot, në gjendjen e sotme politike në Maqedoninë e Veriut, subjektet politike. Çfarë do duhet presim ne për përfaqësimin e shqiptarëve edhe në nivel qendror, se aty merren vendimet, sigurisht aty diskutohet për ligje, aty diskutohet për çështjen e gjuhës shqipe, për përfaqësimin e shqiptarëve dhe për shumë çka që prek edhe këtë pjesë popullatës. Shumë pak në qoftë se nuk ka ndryshime kushtetuese dhe bullgarët futen mend atyre, dhe fillimi i lloj kapitujt të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, shumë pak mund priten, mund të jenë disa favore individuale për individ të caktuar të shqiptarëve, por jo për grupin etnik shqiptar, sepse ne presim që të përmirësohet cilësia e jetës nëpërmjet këtyre proceseve integruese, jo nëpërmjet kredive afatshkurta huamarrëse që i kemi marrë nga Budapesti apo edhe nga tani së rishtazi nga Britania e Madhe, e cila është një kredi goxha e madhe. Tani këto kredi përdoren më tepër janë transaksionale, nuk janë transformuese, kuptimin që transaksionale që mbulojnë disa vrima të buxhetit apo edhe për blerë sa një grup ish interesit votuese, por nuk ka një koncept transformativ menda, sepse nuk po e reformojmë shtetin në kuptimin që të kemi një lloj monitoruesi apo navigatori, e cili në këtë rast është Bashkimi Evropian. Dhe kam frikë se kjo lloj politikë nacionaliste e VMRO-s ka për t'i kushtuar shtetit
shumë në aspektin e avancimit edhe të negociata, por edhe vis-a-vis vendeve të rajonit. Shqipëria po na lëvizën dhe po na parakalon me të madhe, Kosova po ashtu, edhe ne me Bosnjën kam frikë se ngelim i vrimat e zeza të fundit të Ballkanit Perëndimor dhe nuk di se çfarë mund bëhet pastaj, sepse ky lloj të themi ky lloj ngërçi politik që ka edhe aspektin etnik brenda dhe konflikte etnike mund t'i kushtoj shumë këtyre dy shteteve. Zoti Ademi, ju falenderoj shumë për kohën. E di që jeni dhe profesor, njohës shumë i mirë çështjeve të ekonomisë, kështu që në raste të tjera jeni i ftuar. Ju përshëndes. Dhe në fakt, do të ngelim këtu, tek gjithë çfarë ndodh me vendet e rajonit në rrugën e tyre të integrimit evropian. Fokus është Kosova, me sa duket Brukseli ka nënvizuar se blokada politike, ngërçi politik në Kosovë, po i kushton vendit në rrugën e saj drejt integrimit. Kujtojmë se Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk e ka ende statusin e vendit kandidat. Politikat e brendshme përçarse dhe ngërçi politik pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit janë arsyet që po pengojnë përparimin e Kosovës në agjendën e Bashkimit Evropian. Ky është konkluzioni i raportit të progresit në pjesën për Kosovën për vitin 2024, pjesë e raporteve që përpilon Brukseli për vendet që synojnë antarësimin në blok. Në raport përmendet dhe hapi që hodhi Këshilli Evropian për heqjen graduale të masave ndëshkuese, edhe pse për këtë priten veprime konkrete dhe bashkëpunuese nga Prishtina zyrtare, dhe që lidhen me komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Këto masa, sipas përllogaritjeve, i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro, apo të shtyra për një afat të pacaktuar, nga të cilat 7.1 milion euro konsiderohen të humbura përfundimisht. Në draftin e raportit të BE-s është përmendur dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga vetë bloku, duke i kujtuar dhe njëherë të dy vendeve detyrimet nga marrëveshja e 2023-shit. Por dialogu duket në linjë të dytë në kohën kur Kosova është përfshirë nga zgjedhjet. Aty këtë të hënë nisë java e fushatës zgjedhore për balotazhin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen në 9 tetor në 18 komuna. Kosova është i vetmi vend nga Ballkani Perëndimor që nuk ka siguruar statusin e vendit kandidat, ndonse ka aplikuar për antarësim në dhjetor të vitit 2022. Protestat në Beograd në fakt nuk janë ndalur që prej 1 nëntorit të vitit kaluar, kur edhe u shënua tragjedia Novi Sadit, ku humbën jetën në total 16 persona. Pa diskutim ka pas organizime, po edhe për një vjetorin tragjedisë Novi Sadit, ngjarja mori të tjera për masa, protestat u rindezën përsëri, duke bërë që tashmë familjarët viktimave të gjojnë forma tjera për të kërkuar drejtësi. Nëna e njërit prej viktimave tashmë ka vendosur zyrtarisht të nisë grevën e urisë, ndërkohë që gjithë kjo situatë duket se ka trembur Aleksandar Vučić, që ka lëshuar jo pak, po mbi 30 urdhër arreste. Qindra protestues antiqeveritar u mblodhën përpara ndërtesës parlamentit të Serbisë në qendër të Beogradit orët e vona të së dielës. Për të ndarë përleshjet mes protestuesve dhe besnikëve të presidentit serb Aleksandar Vučić, u desh ndërhyrja e policisë. Ata ndezën zjarr ndërsa shishe qelçi u hodhën në drejtim të kuvendit. Tensionet në Beograd u rritën një ditë pasi 10 mijëra njerëz u mblodhën në një tubim të madh në qytetin verior të Novi Sad, duke shënuar për vjetorin e parë të tragjedisë në stacionin e trenit që vrau 16 persona. Protestuesit u mblodhën në mbështetje të Diana Hark, nënës së Stefanit, një nga viktimat në shembjen vdekjeprurëse të stres prej betoni vitin e kaluar. Nëna e viktimës deklaroi se po niste një grev urie dhe vendqëndrimi i saj do të jetë pikërisht përpara parlamentit. Nëse doni të më vrisni, bëjeni, por unë nuk do të largohem nga këtu. Nëse më ndodh diçka, e dini çfarë do të ndodh, u tha ajo oficerëve të policisë. Mediat dhe zyrtarët proqeveritari kanë quajtur studentët që protestojnë si terroristë, duke i akuzuar ata për nxitje të dhunës. Vet Vučić u përpoq të hidhte poshtë akuzën që merrte nga pala tjetër se ishte ai që shkaktoi dhunë, duke futur mes protestuesve element ekstremist, ndërsa Ministria e Brendshme njoftoi se ka ndaluar 37 persona të akuzuar për prishjen e rendit publik dhe shkaktimin e incidenteve gjatë një tubimi të paregjistruar përpara parlamentit të Serbisë. Tubimi përkujtimori së shtunës në Novi Sad pasqyroi një pakënaqësi në rritje me sundimin 13 vjeçar të vendit nga Vučić. Ata kërkojnë zgjedhje të parakohshme, përmes të cilave duan ta rrëzojnë atë nga pushteti.
Teksa situata në Kosovë është totalisht e përfshirë nga zgjedhjet, Beogradi nga krau tjetër i përfshirë nga protestat, duket se për Shqipërinë ky është një moment i mirë përsa i përket rrugtimit të saj drejt Bashkimit Evropian. Kësaj here sinjalet kanë ardhur nga ambasadori i Berlinit në Tiranë. Në pritje të çeljes së grup kapitullit të fundit, burimet, bujësia dhe kohesioni, ambasadori gjerman Karl Bergner vlerësoi reformat e ndërmarra nga Tirana zyrtare për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai tha se antarësimi nuk është vetëm politik, por mbi të gjitha ekonomik, me një impakt të drejtë në mirëqenien e qytetarëve. Rrugëtimi i vendit në Bashkimin Evropian po merr gjithnjë më shumë shpejtësi. Nuk është vetëm një rrugtim politik, por edhe ekonomik strukturor, por edhe transformim shoqëror që çel dyert të reja për fermerë e biznese. Do të jetë udhëtim i vështirë me fitues dhe njerëz që humbasin. Le të shohim si transformimi drejt Bashkimit Evropian do të sjellë avantazhe për shumicën e njerëzve. Integrimi në Bashkimin Evropian ka fuqi transformuese, mundësitë kanë vlerë vetëm kur jemi gati të përmbushim kërkesat që të thotë harmonizimi i legjislacionit, mbështetja e fermerëve dhe agrobizneseve. Duke sjellë si shembull bashkëpunimin e Universitetit Bujësor me atë të Bokus në Vjenë, kryeministri Edi Rama tha se antarësimi do të ketë ndikim të drejtë edhe në sistemin arsimor. Do të shtrohet hap pas hapi me kontributin e të gjithëve dhe që do të çojë në ditën e bekuar të njëhësimit plot të Universitetit Bujësor Tiranës me Universitetin Boku të Vjenës, nga ku do të dalin diploma të njësuara dhe që do të bëjnë të universitet si që kemi në vizionin tonë të përbashkët socialist dhe demokratik me bardhin një universitet rajonal me student jo vetëm nga vëndi, por nga gjithë rajoni. Ndërsa nuk munguan as batutat me rektorin Fatbar Sallaku. Nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat. Por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta. Në Prishtinë, dyert e ambasadës shqiptare atje janë hapur sot edhe nesër në nderim të ish-kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano. Për 2 ditë në ambasadën e Shqipërisë në Prishtinë qëndroni hapur libri i ngushëllimeve për ish-kryeministrin Fatos Nano, i cili ndroi jetë më 31 tetor në moshën 73 vjeçare. Ish-kryeministri i Shqipërisë u përcolli të dielën në banesën e tij të fundit në Tiranë, ndërsa u ndërua me një ceremoni shtetërore. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, tha se Nano ishte një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar në periudhën e tranzicionit politik në vend. Fatos Nano, unë mendoj se përpënde një prej dhe është, do të thoja, një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar të periudhës së tranzicionit politik në Shqipëri, një figurë e rëndësishme, do të thoja me zë dhe figurë që transmetonte ide që moderoi të majtën shqiptare në Shqipëri. Si bashkëpunëtori i tij, Malaj deklaroi se me vdekjen e Nanos, politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin. Politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin, një politikan liberal në frym, i cili në momentet caktuara ka ditur të veprojë dhe ka ditur të marrë vendime të rëndësishme. Ish-kreu i Partisë Socialiste Fatos Nano vdiq në Tiranë pas qëndrimit për disa ditë në spital në kujdesin intensiv të mjekëve. Nano ishte i vetmi politikan i tranzicioni që dha dorëheqje nga politika për të mos u kthyer më pas humbjes së zgjedhjeve në vitin 2005 si një simbol i frymës liberale dhe politikës moderne në vend. Ne kemi mbritur kështu në fund të Ballkan Update për ditën e sotme. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ekranin e ABC News vetëm pas pak Sport Center me kolegun Nertan Prifti. Faleminderit për vëmendjen.